Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim për një ngjarje globale që ka tërhequr mjaft interes, siç është edhe arrestimi i Nicolas Maduros, ish presidenti i Venezuelës së bashku me bashkëshortën e tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me mua për të folur pikërisht për këtë dinamik është i ftuar studiuesi Olsi Azenxhi. Zoti Azenxhi, faleminderit shumë që jeni me ne. Selam aleikum, faleminderit për ftesën. Aleikum selam. Si e pat ju atë aksion të forcës Delta, njësitit Delta të SBA-s në Venezuelë, në një shtet tjetër? Është një nga sulmet e shumta terroriste që amerikanët kanë bërë dhe bëjnë kundër njerëzimit, sidomos me rënien e Bashkimit Sovjetik. Amerikanët janë kthyer në shtetin më të rrezikshëm të rendit botror në botë, duke filluar që nga pushtimi i Panamas dhe rrëmbimi nga Panamaja i presidentit të saj Manuel Noriegës, lufta e parë dhe e dytë kundër Irakut, e cila përfundoi me shkatrimin e Irakut dhe ekzekutimin e presidentit irakian Saddam Hussein, lufta kundër Libis, e cila përfundoi me ekzekutimin e Muammar Gaddafit, lufta kundër Siris, e cila përfundoi me përmbysjen e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad dhe dhënien vendit nën administrim ndaj Al-Qaidës, gjenocidi në Gaza nga 7 tetori i vitit 2023 deri në mesin e tetorit të vitit 2025, ku amerikanët mbështetën izraelitët në një nga genocidet më të tmerrshme në historinë e njerëzimit, dhe më pas sulmet dhe luftrat që amerikanët kanë bërë, dhe sidomos në presidentin Trump, bombardimet e Siris, e Jemenit, lufta 12 ditore kundër Iranit, lufta pa limit ndaj palestinezëve, bombardimi i Nigeris. Të gjitha këto janë tregues për botën e qytetëruar se çfarë regjimi terrorist sundon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rënien e Bashkimit Sovjetik, ku popujt e lindjes mbroheshin nga Bashkimi Sovjetik, amerikanët janë kthyer në vendin më të rrezikshëm për njerëzimin. Ata sulmojnë, vrasin, rrëdhën nga pushteti çfarë do lloji udhëheqësi që nuk i bindet diktatit të tyre. Dhe sulmi terrorist që kundër kryeqytetit të Venezuelës, Caracas, në datën 3 janar të vitit 2026, dhe rrëmbimi që ju bë presidentit demokratikisht të zgjedhur të Venezuelës, Nicolas Maduros, tregon gjendjen e dëshpëruar në të cilën njerëzimi ka arritur sot, ku një superfuqi e vetme, superfuqia më e fuqishme e globit toksor, vret, bombardon njerëz pafajshëm, rrëmben president, përmbys regjime, dhe të gjitha këto i bën si pasojë e ideologjisë së saj fashiste. Po pse pikërisht SBA-ja ndërmori këtë aksion dhe pse pikërisht ndaj Venezuelës ka pasur kërcënim nga zoti Trump edhe ndaj Kolumbisë së fundmi? Po, pasi rrëmbeu Maduron, Trumpi kërcënoi Kubën, ku i tha presidentit të Kubës ketë kujdes, kërcënoi Kolumbinë, kërcënoi edhe Meksikën. Tani, justifikimi zyrtar që amerikanët kanë dhënë për sulmin që ndërmorën kundër Venezuelës është sikur në Venezuela, do të thënë Venezuela është një nga qendrat kryesore të kontrabandës së drogës për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kjo nuk është e vërtetë. Vendi kryesor që çon drogën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është Meksika dhe Kolumbia. Dhe në Meksik dhe në Kolumbi, disa nga grupet më
të fuqishme, sikur dihet, janë shqiptarët. Por problemi i amerikanëve me Venezuelën ka nisur që në vitin 1998, kur presidenti Hugo Chavez, i cili ishte një ushtarak dhe në 92-shin u mundua që të organizoj grushteti, në 98-ën do të fitoj zgjedhjet në Venezuelë dhe pasi të vinë në pushtet, ai do të instaloj një regjim socialist. Deri në vitin 1998, Venezuela, e cila është pak a shumë Arabia Saudite e Amerikës Latine, ishte një vend i cili edhe pse është një nga vendet më të pasura Amerikës, kishte një popullsi e cila vuante varfëri akute. Elitat që ishin në pushtet në Venezuela, pasuritë e vendit i vjedhnin dhe populli vuante në varfëri dhe në uri. Por do t'ishte revolucioni i Hugo Chavezit, ardhja e tij në pushtet në 1999, që do sjelli reforma në Venezuela. E para, nafta venezueliane e cila vidhej nga amerikanët dhe venezuelianët merrnin përqindje shumë të vogla dhe grupet kriminale të lidhura me pushtetin përfitonin miliarda dollar. Çfarë do të bëjë Chavezi pasi të vinë në pushtet në 99-ën? Ai do të nacionalizojë naftën e Venezuelës dhe me përfitimet e naftës ai do të ndihmoj popullin venezuelian. Populli venezuelian do ta votojë Chavezin në mënyrë masive dhe Venezuela do të kthehet në një vend të mirëqenie sociale, ku qeveria paratë e naftës do të investojë në strehim, njerëzit të vinë në rrugëve në Venezuela përpara të vinte Chavezi, në mjeksi falas, në shkollim falas, etj. Venezuela me Hugo Chavezin do të ndryshojë edhe emrin e republikës së saj, do të quhet Republika Bolivariane e Venezuelës, ku Hugo Chavezi do të inspirohet nga udhëheqësi legjendar i Amerikës Latine, Simon Bolivari, i cili në shekullin 19 luftoi kundër perandorisë spanjolle dhe shliroi vendet e Amerikës Latine nga dominimi spanjoll. Dhe Hugo Chavezi do të ndjeki pak a shumë rrugën e Simon Bolivarit, por kuptohet që ai do të përfaqësojë edhe idetë e marksizëm-leninizmit për krijimin e një bote të lirë dhe pa dron. Me ardhjen e Hugo Chavezit në pushtet në 1999-ën, Chavezi do të ndërtojë aleancë me një seri vendesh revolucionare në botë, por në veçanti me Kubën, ku Kuba do të kthehet pak a shumë në vendin kryesor i cili do të ndihmojë Venezuelën në rimëkëmbjen e saj ekonomike. Doktor, mësues, inxhinier, ekspert kubanez do të vinë në Venezuelë dhe do të zhvillojnë vendin dhe në shkëmbim Venezuela do t'i shesi naftën pothuajse falas Kubës. Pra do të bëhet një farë vëllazërimi latino-amerikan dhe marksist-leninist, i cili do t'i sjellë shpresa popujve të Amerikës Latine për e para çlirim nga zgjedhja e dominimit amerikan, 2, ardhjen në pushtet e qeverive majtiste, të cilat pasuritë e vendit nuk do t'ja lënë hajdutëve amerikan, por këto pasuri do t'i ndahen popullit. Situata në Venezuelë deri në 1999 është pak e shumë sikur situata në Shqipëri nga viti 2004 deri në 2026, ku ne shqiptarët, edhe pse jemi një popull që flejmë
pi naftë. Nafta jonë vjedhet nga kompania kanadeze amerikane Bankers Petroleum dhe shqiptarët nuk marrin as taksa nga kjo kompani bandidësh amerikan. Por Chavezi çfarë do bëj? Ai do t'ja marrë naftën që i takon Venezuelës amerikanëve dhe do t'ja japi popullit vet. Në kohën kur Chavezi do të sundoj Venezuelën, Venezuela do të bëhet vend aleat me Rusinë, me Nicaraguan, me Kubën, me Libinë e Muammar Gaddafit, me Irakun e Saddam Husseinit dhe me Republikën Islamike të Iranit. Chavezi do të vizitoj Libinë, do të vizitoj Irakun në kohën kur amerikanët e kishin futur në embargo dhe po vrisnin në mas popullin iraken, dhe ai do të bëjë thirrje për një aleancë të popujve të jugut të globit kundër të keqes judeo-amerikane. Në veçanti, Venezuela do të kthehet në një nga vendet kryesore mbështetës të luftës të popullit të Palestinës për shlirimin nga Izraeli. Dhe në vdekjen e Hugo Chavezit, kur pushteti do të merret nga Nicolas Maduro, Venezuela do të vazhdojë në të njëjtën rrugë që Hugo Chavezi nisi më herët. Venezuela do të kthehet në një nga vendet kryesore në Amerikën Latine që do mbështesin Palestinën. Udhëheqësit e Venezuelës do të denoncojnë apartheidin dhe gjenocidin amerikano-izraelit kundër arabëve dhe palestinezëve në veçanti, dhe me rënien dhe me shkatrimin e Irakut nga amerikanët, me shkatrimin e Libisë, Venezuela do të kthehet në një nga vendet kryesore të Iranit në Amerikën Latine. Kjo gjë do t'i nervozoj shumë sundimtarët zionist të Washingtonit, të cilët do të kërkonin me çfarë do lloj mënyre që ta shkatërronin Venezuelën, ta përmbysnin regjimin që ishte aty dhe të instalonin një regjim kleptokratësh, hajdutësh, ashtu sikur ka ndodhur përpara vitit 1998. Dhe sulmi që u bë në datën 3 janar kundër Nicolas Maduros vjen pas një përplasje shumë të egër ndërmjet amerikanëve me venezuelianët që nga viti 1999. Amerikanët kanë bërë një seri përpjekjesh që kur Hugo Chavezi ishte i gjallë, që ta vrasin Chavezin, ta rrëzojnë nga pushteti, të njëjtën gjë kanë bërë edhe kundër Maduros, por në krah të Venezuelës është rreshtuar Rusia, e cila i ka dhënë armë që nga avionët Sukhoi deri te sistemet antiraketore, Kina, e cila blen shumicën e naftës së Venezuelës dhe ka investuar në vend shumë, dhe edhe Irani. Dhe sulmi që u bë kundër Nicolas Maduros përpara 2 ditësh ishte një aksion grabitqar nga ana amerikanëve, ku presidenti Donald Trump, pasi nuk arriti që ta trëmbi Nicolas Madurosin përmjet mesazheve dhe kërcënimeve që ai i jepte, dhe duhet kujtojmë këtu që kjo flotilla amerikane që është çuar në detin e Karaibeve është dërguar që në gusht të vitit 2025, ku amerikanët, për ata që ndiqnin lajmet, kanë bombarduar në mënyrë të vazhdueshme Venezuelën, e shkatarët venezuelanë duke pretenduar që ata janë trafikantë droge etj. Dhe gjitha këto përpjekje janë bërë nga presidenti Trump në mënyrë që të detyronte nëpërmjet kërcënimit dhe frikës Nicolas Madurosin që t'i jepte naftën venezueliane amerikanëve. Dhe presidenti Trump pretendon që nafta e Venezuelës nuk i përket venezuelianëve, po i përket amerikanëve. Dhe pasi Nicolas Maduros vazhdoi që të rezistoi, që t'i shesi apo t'i fali pasuritë kombëtare të vendit vet, sikur ja ka falë Edi Rama
ishullin e Sazanit, atij dhëndrit të Trumpit, Jared Kushnerin, apo sikur qeveria e Fatos Nanos, por edhe e Berishës, por edhe e Ramos, vazhdojnë që t'ja falin naftën e Shqipërisë amerikanëve, Nicolas Maduro, si një patriot venezuelian, si një marksist-leninist i vërtet, refuzonte publikisht çfarëdo lloj kërcënimi që administrata Trump donte kundër tij. Rrëmbimi i pabes që amerikanët i bën Nicolas Madurosit në datën 3 janar, në të cilën rrëmbim amerikanët bombarduan kryeqytetin e Venezuelës, Caracasin, ku mbi 150 avion dhe helikopter kanë marrë pjesë në terrorizimin e popullatës civile të Caracasit, amerikanët shpresonin se duke rrëmbyer apo vrarë Maduron, ata shpresonin se kjo do sillte përmbysjen e Republikës Bolivariane të Venezuelës dhe shpresonin që ata në këtë mënyrë do të instalonin një regjim të ri në Venezuelë. Por deri vetave, plagosjes së qindra të tjerëve dhe rrëmbimit të presidentit Nicolas Maduros, duket që amerikanët nuk kanë patur suksesin e dëshiruar, pasi populli dhe qeveria venezueliane vazhdon që t'i qëndrojë besnike pavarësisë së tyre dhe nuk pranon që t'i fali pasuritë e veta kombëtare bandës që sot fundon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qartë, por disa ditë më parë, më saktë dje, presidenti i Ukrainës Zelenski në një reagim të tij tha që nëse çdo aksion bëhet në këtë lloj forme ndaj diktatorëve të supozuar, atëherë zoti Trump e din se ku do të mund të drejtohet, duke i referuar këtu zotit Putin. Si e pat këtë reagim të zotit Zelenski? Reagimi i Zelenskit është një reagim i dëshpëruar. Normalisht që Zelenski do dëshironte që amerikanët të bënin diçka të tillë kundër Rusisë, por pak orë pasi amerikanët bombarduan Venezuelën dhe rrëmbyen presidentin e saj, kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, ish presidenti Dmitri Medvedev, bëri një shkrim në kanalin e tij në Telegram, ku thoshte me rrëmbimin që amerikanët i kanë bërë Nicolas Maduros, ata kanë treguar që ata nuk njohin asnjë ligj ndërkombëtar dhe e vetmja mënyrë që siguron sovranitetin e popujve sot janë bombat atomike. Shkrimin e tij Dmitri Medvedev e mbyllte me fjalinë rrofshin bombat atomike. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që amerikanët mund të rrëmbejnë udhëheqjes të botës së tretë, të vendeve të dobta, të atyre vendeve që nuk kanë armë nukleare, e që amerikanët janë frikacak. Ata e dinë që vendet që kanë teknologji nukleare, sikur Rusia, sikur Kina, sikur Korea e Veriut, me ata nuk mund të bësh shaka. Gjatë luftës 12 ditore ndërmjet Izraelit dhe Iranit, ne e pam se si amerikanët u trembën, por edhe izraelitët, dhe ishin të parët që kërkuan armë pushim me Iranin. Amerikanët hyjnë dhe bëjnë krime vetëm në ato vende që ata i shohin si të dobta dhe që besojnë që mund të përmbysin regjimet e këtyre vendeve. Ata bëjnë kështu lloj aventurash me Venezuelën. Ne në Shqipëri kemi parë për shembull se si janë rrëmbyer ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta nga policia që amerikanët kanë themeluar SPAK-u. Nuk do të jetë çudi sikur një ditë pas rrëmbimit që SPAK-u i bëri Erion Velis që të shohim edhe Edi Ramën që të ketë njëjtin fat, por amerikanët nuk bëjnë dot kështu lojrash me vendet e pavarura dhe vendet që kanë armë me të cilat mund t'i kundërpërgjigjen amerikanëve. Pra,
dëshira e Zelenskit, ku ai i sugjeron amerikanëve që ta bëjnë të njëjtën gjë edhe kundër Putinit, është një prallë me mbret, nga që Rusia me arsenalin e saj nuklear që ka mund ta zhduki Amerikën brenda një ore. Qartë, ndërsa po ashtu në një reagim që ju keni bërë vetë në rrjetin tuaj social, e lidhni këtë situatë në Amerikën Latine, më konkretisht në Venezuelë dhe me Turqinë. Pse pikërisht dëmtohet Turqia nga kjo dinamik në Amerikën Latine? Nuk e mbaj mend se çfarë kam thënë për Turqinë, por lidhur me naftën, duke qenë se një pjesë e naftës eksportohet drejt Turqisë dhe në mënyrë konjektive preket edhe shteti i drejtuar nga Erdogan. Këtë nuk e mbaj mend që ta kam thënë, por duhet të them diçka që sulmi kundër Venezuelës dhe rrëmbimi i Nicolas Madurosit ishte pak a shumë një sulm që amerikanët bëjnë kundër jugut të globit dhe kundër aleancës së BRICS-it. Dhe duhet të kujtojmë diçka që Venezuela është një shtet aleat i Rusisë, i Kinës, i Iranit dhe i botës muslimane, e cila reziston gjenocidin izraelit në Palestinë. Pak orë pasi Nicolas Maduro u rrëmbye, kriminali i luftës, kryeministri i Izraelit, përshëndeti në kanalin e tij në Twitter presidentin amerikan Donald Trump dhe sipas presidentes aktuale të Venezuelës, domethënë zëvendës presidentes, e cila tani më ka zëvendësuar presidentin Nicolas Maduros, ajo deklaroi që në emri i saj është Delcy Rodriguez, ajo deklaroi që mbrapa rrëmbimit të Maduros duken duart e Izraelit. Venezuela ka qenë një nga vendet kryesore kundërshtare të gjenocidit izraelit kundër islamit dhe muslimanëve, dhe kjo përbënte një shqetësim shumë të madh për elitat zioniste që sot sundojnë Izraelin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropën perëndimore, që Venezuela si një republikë revolucionare ishte një impakt shumë të madh në të gjithë grupet leftiste në perëndim. Dhe Venezuela, duke vënë në pa vuajtjen e palestinezëve, përbënte një problem shumë të madh për dominimin izraelit të perëndimit, pasi mesazhi i Venezuelës inspironte me miliona qytetarë në të gjithë botën perëndimore që të kuptonin krimet kundër njerëzimit që administrata izraelite dhe amerikane bëjnë në Palestinën e pushtuar. Si e shikoni situatën globale, zoti Azenxhi? Mendoni që po shkojmë drejt një rendi të ri botëror? Pas rrëmbimit të suksesshëm të Nicolas Maduros, presidenti ignorant amerikan Donald Trump në deklaratën për shtyp që dha, tha që po hym në një epokë të re dhe jemi në, domethënë, dhe përmendi doktrinën Monroe. Doktrina Monroe, që është përpiluar nga presidenti amerikan James Monroe në shekullin 19, parashikonte që amerikanët do të bënin luftë në të gjithë Amerikën Latine dhe nuk do të lejonin asnjë vend të Amerikës që të bënte aleanca me evropianët. Gjatë luftës së ftohtë, amerikanët e kanë përdorur doktrinën Monroe duke vrarë, bombarduar, shkatëruar vendet e Amerikës Latine, por edhe më gjerë, të gjitha ato që bëheshin aleate me Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, Bashkimin Sovjetik, Republikën Popullore Socialiste të Kinës e të tjerë. Me atë që presidenti Trump bëri në datën 3 janar, në konferencën për shtyp, ai tha që tani është koha, nuk kemi më doktrinën Monroe, por kemi
doktrinën Monroe, që do më thënë doktrinën Monroe po versioni i Donald Trumpit, ku Trumpi kërcënoi të gjithë botën që ne nuk do të lejojmë asnjë shtet që të ndërhyj në hemisferën perëndimore. Me hemisferën perëndimore, amerikanët nënfutojnë Evropën, Amerikën Latine dhe vendet ku ata kanë influencë, duke përfshirë edhe kolonitë e tyre në botën arabe. Çfarë do thotë kjo? Është që sulmi kundër Venezuelës dhe përpjekja e amerikanëve për të organizuar ndryshim regjimi, që deri tani ata duket që kanë dështuar, është pak a shumë sikur pushtimi nga Hitleri i Çekoslovakisë apo i Polonisë në luftën e dytë botërore. Sulmi kundër Venezuelës është sulm kundër BRICS-it, është sulm kundër Indisë, kundër Kinës, kundër Brazilit, kundër Rusisë, kundër Iranit. Donald Trumpi është një njeri shumë i rrezikshëm. Ai përveç se ka, domethënë, është duke shantazhuar hapur qeverinë venezueliane, që kësaj presidente së re i tha ose do mbindesh mua ose do ta psosh edhe më keq, edhe nuk është çudi që ai ta vrasi presidenten që sot është në krye të vendit në Venezuelë. Trumpi është duke kërcënuar me luftë të gjithë fëmijët e tij. Pas rrëmbimit të Maduros, Trumpi kërcënoi Kolumbinë, Meksikën dhe Kubën. Përveç kësaj, Trumpi po shpall hapur që ai do t'i marrë me dhunë Danimarkës, vend antar i NATO-s. Groenlandën ka kërcënuar edhe Kanadan dhe i kërkon Kanadas që të bashkohet me Amerikën. Sot, perandoria amerikane është kthyer në një nga perandoritë më të rrezikshme të njerëzimit. Donald Trumpi sot sillet sikur Adolf Hitleri në vitin 1938-1939 dhe njerëzimi është duke parë i tmerruar ato që po bëjnë amerikanët. Të tmerruar nga amerikanët nuk janë vetëm rusët, kinezët, iranianët, muslimanët, palestinezët, turqit e të tjerë, por të tmerruar me amerikanët janë edhe kanadezët, danezët, britanikët e tjerë e tjerë. Unë mendoj që nëse administrata e Trumpit do të përsërisi këtë që bëri me vende të tjera, nuk do të jetë çudi që ne të shohim ndërtimin e një koalicioni masiv global për të shpallur luftë Amerikës dhe për të rrëzuar nga pushteti klikën fashiste të Donald Trumpit. Pra bota është në një moment shumë të rrezikshëm. Trumpi vazhdon që të kërcënojë me luftë të gjithë vendet e botës, ndërsa ai i thotë rusëve që ne do bëjmë paqe me Ukrainën, Ukraina vazhdon që të bombardojë sektor strategjik të Rusisë. Trumpi me goditjen e Venezuelës në një farë mënyre ka goditur Kinën dhe ai e ka thënë në mënyrë të vazhdueshme që lufta e ardhshme e Amerikës do të jetë me Kinën. Kërcënoi Iranin përpara disa ditësh me luftë, nëse qeveria iraniane do të shtypte agjentët e Mossadit, të cilët janë duke bërë protestë në Iran dhe sulmuar institucione shtetërore. Dhe Trumpi është duke kthyer Amerikën pak a shumë sikur Gjermania naziste në kohën e Adolf Hitlerit, duke i shpallur luftë gjithë botës. Por të shqetësuar me Trumpin janë edhe udhëheqësia e Shqipërisë. Nëse keni ndjekur profilet e Sali Berishës, e Elisa Spiropalit, e Vjosa Osmanit, e të tjerë, ta pushtetarët shqiptarë nga Shqipëria deri në Kosovë, ishin të tërë që u sulën turrapërap duke përshëndetur Trumpin për aktin terrorist dhe ilegal që i ndërmori kundër Venezuelës. Dhe do ta dim që Sali Berisha, i cili është non grata në Amerikë, ai është konsideruar pak a shumë vetë sikur të jetë terrorist sikur Nicolas Maduros,
edhe Edi Rama, i cili nuk është i sigurt nëse amerikanët do ta lënë gjallë apo jo, apo do ta fusin në burg me Erion Velin. Të gjithë pushtetarët shqiptarë janë të trembur nga ato që shohin nga amerikanët, por nga frika që kanë dhe nga servilosja, të cilën e trashëgojnë që në kohën e komunizmit, kur ta persona njerëz si kur Rama, Berisha i serviloseshin Enver Hoxhës e të tjerë, me këto përshëndetje që i bëjnë krimeve që bën administrata amerikane, tregon frikën që ata kanë dhe që thonë, inshallah nuk na ndodhe dhe ne ajo që i ndodhi Nicolas Maduros. Qartë, zoti Azetxhi, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë edhe për gjithë analizën e thellë dhe të detajshme që ju bëni gjithmonë. Faleminderit.